Shikues të Alert, mirëmbrëma. Është ky emisioni Alert, që do të premte në orën 21 dhe i fundit për këtë vit kalendarik. Sapo kemi kaluar Krishtlindjen dhe do gjej rastin të uroj gjithë shqiptarëve për një Krishtlindje ta keni kaluar gëzuar, e po ashtu edhe një vit të ri që vjen së shpejti të begat. Do të flasim sot për aktivitetin një vjeçar, pra që nga shkurti kur është prezantuar linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, se çfarë ka ndodhur me te për një projekt të financuar nga Komisioni Evropian përmes delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Do të diskutojmë për shqetësimet e konsumatorëve gjatë 11 muajve, konkretisht 11 muaj, cilat janë shqetësimet e tyre, ankesat e tyre, si ka shkuar zgjidhja e tyre, por edhe çështjet të tjera që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit në tërësi, por edhe me integrimin evropian të Shqipërisë. Kam në studio zotin Klajdi Toza, është koordinator projekti pranë qendrës Alert. Mirë se vini. Faleminderit. Zonja Ersida Telitje është drejtoresh ekzekutive e qendrës konsumatori shqiptar, kënaqësi që u kam në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe zonja Ermelinda Muçaj është oficere projekti pranë lëvizjes europiane në Shqipëri, ose e njohur ndryshe EMA. Mirë se vini. Mirëmbrëma, kënaqësi. Siç e thash edhe në fillim, në kuadër të projektit linja gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes drejtave të konsumatorëve në Shqipëri nëpërmjet fuqizimit të organizatave lokale të shoqërisë civile, që zbatohet nga qendra Alert në bashkëpunim me lëvizjen europiane në Shqipëri dhe të financuar nga Bashkimi Evropian. Kemi krijuar mekanizmin krahas komponenteve apo aktiviteteve tjera, kemi krijuar mekanizmin e linjës së gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit. Është një linjë jeshile e dedikuar për ankesat e konsumatorëve, kur çdo kush telefonon për të ankuar, për të adresuar ankesën e vet pranë qendrës Alert, dhe më pas kjo ankesë ndiqet dhe trajtohet prej stafit të qendrës Alert, dhe në rastet më të këqija kur nuk gjejmë zgjidhje nga ana jonë, u adresohet subjekteve, institucioneve publike që kanë lidhje me mbrojtjen e konsumatorit ose e kanë përgjegjësi ligjore. Por para se të nisim me diskutimin, do doja që regjia të më ndihmoj me platformën që kemi krijuar në alert.al, është platforma e ankesave, ku në çdo kush mund të hapi alert.al, pra njerëzit që kanë denoncuar, dhe aty mund të ndjeki secili në kohë reale statusin e ankesës së vet. Pra është një mekanizëm edhe për të transparencën e mundshme, por edhe secili të gjej në çfarë stadi është ankesa e tij. Ky që pat në ekran është vetëm një prej grafiqeve të nxjerra nga ankesat e konsumatorëve, ndërkohë në lidhje me platformën e ankesave, pra çdo kush mund futet në alert.al, në krye të faqes, qoftë në kompjuter, qoftë në telefon, pra mobile, shfaqet një GIF, një web banner, ku secili prej jush, prej njerëzve që mund të ankohen apo kanë adresuar ankesën e tyre pranë qendrës Alert, mund të klikojë dhe të shohë më pas në kohë reale se në çfarë stadi është ankesa e tij. Do ta nis bisedën me zotin Tozaj, në fakt do të diskutojmë në lidhje me gjetjet e projektit konkretisht të ankesave të konsumatorëve. Një prej grafiqeve mund ta nisim me të parë me rastet e trajtuara, por ndërkohë një hyrje se sa ka qenë numri i ankesave, dua ta theksoj numri 0826 26 24 në 7 është numër aktiv, kështu që gjithmonë do t'ju përgjigjet dikush ose do të lini mesazhin zanor e më pas ju telefonojmë nëse është thirrja jashtë orarit punës apo në ditët e pushimeve zyrtare. Po. Atëherë në lidhje me të gjithë vazhdimsinë e projektit, me të gjithë jetëgjatësinë që ka patur në këtë vit, pranë linjës së gjelbër janë po përdor termin adresim, pasi edhe në slajdet, më thënë materialet vijuse do shpjegojnë të tëra elementet, janë adresuar 156 raste pranë qendrës Alert. Normalisht që jo të gjitha informacionet, adresimet, rastet, problematikat, mund të them, kam patur një natyrë ose kam patur të gjitha karakteristikat, të gjitha elementet që të kemi një rast të përshtatshëm për të trajtuar.
Por, para se të vazhdoj në shpjegimin e atyre elementeve, dua që duke vazhduar edhe me materialin e parë, në lidhje me natyrën e rasteve që janë adresuar pranë qendrës. Janë të shumë llojta, mund të përmend disa, si për shembull produktet ushqimore, që janë një problematikë ose një fushë problematike, e cila her pas here është gjithmonë vendoset në qendër të mediave dhe të vëmendjes publike. Janë shërbime telefonike ose të internetit, janë shërbime turistike ose dhe ato të udhëtimit, janë shërbimet akomoduese, janë edhe shërbimet publike gjithashtu. Këtu të kemi dhe parasysh që rastet që janë adresuar nuk janë nga i gjithë territori i Shqipërisë, pra ne kemi patur raste edhe nga qyteti Lezhës, nga qyteti Tiranës, nga Vlora, nga Gjirokastra, pra është një shtrirje gjeografike pothuajse gjithëpërfshirëse. Në kuadër të këtyre elementeve, pra në kuadër të këtyre tematikave që i përgjigjësojnë disa raste, neve kemi bërë edhe këtë lloj kategorizimi të rasteve. Mund të... Po, mund të vazhdoj me tjetrin, për llojet e adresimeve të trajtuara. Po. Ky është një përkufizim ose një përmbledhje që na ka ardhur neve në ndihmë në punën tonë, pasi neve në përgjithësi përmendim fjalin ankesë ose ankim, por jo të gjitha adresimet mund të konsiderojnë të tilla. Pasi në punën tonë për të quajtur një adresim ankim, ne duhet të kemi, ose më saktë rasti duhet të ketë disa elemente. Pra, ne të kemi një problematik me një subjekt të legjitimuar, duhet të kemi disa prova që e vërtetojnë që jemi në kushte të disa shkelje të drejtave të konsumatorit apo të mohimit të një shërbimi ose mungesë një produkti, pra janë disa elemente që ne ta konsiderojmë që kemi një ankesë. Këto në fakt me 1% janë 44% të rasteve nga 156, nga, 71, pasi në 156 raste, 71 janë trajtuara, janë quajtur të vlefshme për të trajtuar nga qendra. Edhe në këto 44% janë ankesa. Pra, këto rastet kanë patur të gjitha elementet, ose të paktën shumicën elementeve që neve të kemi një trajtim të plot, por edhe të jemi sa më transparent, sa më të paanshëm edhe një mbrojtës i mirë të drejtave, kryesisht për konsumatorin, por edhe operatorët ekonomik, përveç se i kërkojmë llogari në thonjza për detyrimet e tyre, por njëkohësisht edhe informojmë. Pra, ti si një operator ke këto detyrime, duhet të respektosh këto të drejta të këtij konsumatori, edhe pastaj që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët. Kladi, do kthehem sërish tek ju me shifrat, po e zgjeroj bisedën, po e shtri me zonin Teliti. Për të pasur një konsumator sa më të mbrojtur, përveç një baze ligjore të mirë, kapaciteteve të inspektorateve, pra kapaciteteve të institucioneve publike, sa të rëndësishme janë spari ndërgjegjësimi konsumatorëve për t'u ankuar, për të ngritur zërin, dhe dyta pastaj mekanizma që ata mund të ndihmojnë, si në rastin konkret qendra alert, organizata që drejtojnë ju qendra konsumatorë shqiptar, apo kudo që ata duan të adresojnë ankesën e tyre. Në fakt, besoj të gjitha studimet dhe pyetësorët në fushën e mbrojtjes konsumatorit tregojnë që niveli i ndërgjegjësimit dhe informimit apo informacionit që konsumatorët kanë në lidhje me të drejtat e tyre dhe me detyrimet e tregtarëve është në nivele le të themi të ulta, po them shumë të ulta, po le të themi të ulta për sa i përket Republikës së Shqipërisë, sepse sikurse ju e thatë, Klajdi përmendi që ankesat dhe adresimet, përdori termin adresim, pra shqetësimet e konsumatorëve që janë drejtuar pranë qendrësuar, por edhe pranë qendrës konsumatorëve shqiptar, vijnë nga gjithë Republika e Shqipërisë dhe janë të niveleve të ndryshme, le të themi shqetësimeve të ndryshme që shpeshherë përbëjnë një të drejtë konsumatori apo përmenden me element që i referojnë sjelljes konsumatore, pra mënyrës se si tregtarët
i qasin konsumatorët. Informimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve është baza për të pasur në fakt një mbrojtje sa më efektive, për thënë të vërtetën. Pavarësisht perceptimit të përgjithshëm qytetar, që institucionet nuk veprojnë, besoj dhe studimi juaj do ta tregojë më vonë, nëse sot konsumatorët trokasin në dyert e institucioneve, qoftë vetë drejt për streti, qoftë nëpërmjet organizatave në fushën e mbrojtjes konsumatorëve, institucionet përgjigjen. Nëse përgjigja shkon drejt asaj që pretendon konsumatori, drejt asaj që ka pritshmëri konsumatori, apo është një përgjigje konkrete në përputhje me kuadrin ligjor, kjo është një çështje tjetër. Nga të gjitha të dhënat që ne kemi, por dhe lëvizjet që ne kemi bërë në rrethe dhe në kuadër të projektit Linja e Gjelbër, kemi vënë re në fakt që niveli i informimit dhe ndërgjegjësimit është i tillë. Së pari kemi dy kategori konsumatorësh. Kemi, mund të themi, të rinjt, të cilët në fakt janë dhe më aktiv në treg, në sensin që kanë më shumë informacion, janë më shumë të predispozuar për të plotësuar pyetësor të ndryshëm, por nga ana tjetër janë dhe kryesisht në nivelet e studimeve universitare, por dhe në shkollat mesme, ku ka në disa lëndë të caktuara, ose lëndë me zgjedhje, apo duke qenë që bën shumë aktivitete nga shoqëria civile, ka një lloj informacioni të caktuar në fushën e mbrojtjes konsumatorëve. Dhe kjo është kategoria e këtyre individëve që në fakt deri diku ankohen dhe ndoshta ankesat e tyre janë më të plota në kuadrin e asaj që dhe Klajdi po fliste pak më përpara. Pra që sjellin së bashku me bisedën, me marrëdhënien kontraktore që kanë pasur, ka një dokument që provon apo një mjet që provon, domethënë shqetësimin që ato kanë pasur dhe kontaktet me tregtarin. Nga ana tjetër kemi një kategori të caktuar konsumatorësh që janë shumë aktiv në rrjetet sociale, që le të themi ka një moshë, nuk po përmend moshën, po them që janë aktiv në rrjetet sociale dhe kanë një informacion të amullt, nëse mund ta them, të pasakt, jo informacion të plot, dhe që mendojnë se ti mund të ankohesh, konsumatori ka të drejtë për çdo gjë, mund të ankohet për çdo gjë, edhe nëse nuk përbën në vetvete një ankesë, apo përbën, më lejohet përdor termin e Klajdit, përbën një shqetësim apo një adresim. Dhe pjesa tjetër pastaj janë kategoria e konsumatorëve vulnerabël, të cilët janë mosha e tretë, janë dhe fëmijët. Megjithëse në fakt nëse do të referohem këtyre të fundit, mund të them që sot ata janë deri diku dhe më aktivë, sepse le të themi kujdesen, për shembull do marr rastin e familjarëve fëmijëve të mi, ata kujdesen që të shikojnë datat e skadencës, shpeshherë për shkak edhe të mjeteve monetare të kufizuara, burime financiare të kufizuara, shikojnë me kujdes çmimet, edhe nëse ka një lëvizje në çmim, nuk e blen dot sepse realisht nuk ka mjete monetare, por që në vetvete, në një të ardhme të afërt ose të mëtejshme, tregon që ky është një konsumator që deri diku do informohet dhe të jetë një konsumator i kujdesshëm. Pra hapi i parë është informimi i konsumatorëve. Më lejohet përmend që gjatë projektit që ju keni zbatuar në rrethet ku ne kemi lëvizur, nëse mund t'i përmend. Po, me kënaqësi. Pra nëse do flasim për rrethet ku ne kemi lëvizur, që ka qenë Fier, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë, Korç, Dibër, Shkodër në përmendat parën, kemi vënë re në fakt që edhe pjesëmarrësit aty që vinin qoftë nga institucionet publike, që vinin nga shoqëria civile, apo dhe nga universitetet, kishin një dëshirë shumë të madhe për informacion. Dhe shpeshherë për shkak punës që bënin, ata mund të ishin të informuar për pjesën e sigurisë ushqimore, ndërkohë që nuk kishin fare informacion për kategoritë e tjera të ankesave, sikurse janë shërbimet e telefonisë celulare, sikurse janë marrëdhëniet financiare ose marrëdhëniet me bankat, apo nëse mund të flasim shërbimet ndryshme publike, apo nëse mund të flasim për paketat apo për fluturimet. Gjë që tregon në fakt që nevoja për një informim dhe ndërgjegjësim është shumë e madhe dhe që në fakt kërkon mbështetje nga të gjithë, jo vetëm nga organizatat e shoqërisë civile, ku realisht në këtë fushë vetëm 2 organizata janë plotësisht aktive, më lejo ta them këtë, por edhe nga organizatat e tjera, të cilat në një farë mënyrë qoftë nëpërmjet projektit që po zbatoni, por dhe ne nëpërmjet projektit që po zbatojmë, i kemi fuqizuar pikërisht me synimin që këta të bëjnë rolin e mbrojtësit të konsumatorit në vendet e tyre, në rrethet e tyre apo në lokalitetin ku ata punojnë. Ndërsa për sa i përket pastaj institucioneve, kjo është një sfidë tjetër për cilën kërkohet një bashkëpunim, efektivitet edhe fuqizim në fakt, edhe në për sa i përket pjesës së burimeve njerëzore. Dhe kjo është vënë re që në progres raportet ndërvite, nëse do të referohemi të 2 kapitujve që kapin sigurinë, mbrojtjen e konsumatorit dhe sigurinë ushqimore, kapitulli 28 dhe kapitulli 12, burimet njerëzore, fuqizimi i tyre është ndër elementët parësor për afrimit të legjislacionit. Kërkojnë burime financiare,
analiza, rezultate, produkte dhe sigurisht një memorie institucionale që në punë të cilët fuqizohen dhe trajnohen të vazhdojnë të qëndrojnë në punë, sepse në fakta janë ato që ndin të gjithë procesin edhe shpeshherë përfshirja e të rinjve jo se dëmton procesin, por nëse këto të fundit largohen edhe këta do të mbeten, le të themi, pa një zë se pa një kujtesë. Njësitë e qeverisës vendore ose konkretisht bashkit kanë detyrim ligjor të kenë në strukturat e tyre zyrat e mbrojtjes konsumatorit, cilat, para se shkoj termi Melinda, të cilat ka një rol të rëndësishëm fakt për konsumatorët lokal, për shqetësimet e tyre, kryesisht ato që zgjidhin ato, por edhe të tjera që mund të jenë jashtë kompetencave tyre, por mund t'i adresojnë. Qendra Konsumatorin Shqiptar në bashkëpunim me Antark, po me bashkëpunimin me financimin e Bashkimit Evropian, po zbatoi një projekt shoqëria civile në veprim në përpjekje të koordinuar për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Dhe në kuadër të këtij projekti ju keni kryer një monitorim ose nuk e di nëse është në vijim apo ka përfunduar si monitorim pikërisht për këto zyra. Si është gjendja atyre? Po, shumë faleminderit. Ky është një moment shumë i rëndësishëm në fakt sepse me ndryshimet e fundit që është bërë ligjit të 2008-s për mbrojtjen e konsumatorëve, bëhet fjalë ndryshimet e fundit të 2018-s sepse ligji i ri është në proces, ka mbaruar procesi i konsultimit dhe është në diskutime me institucionet. Njësitë e qeverisjes vendore janë si subjekte që janë vendosur për trajtimin e ankesave. Qendra e Konsumatorit Shqiptar, duke përdorë mjetet ligjore, sikurse është kërkesa për informacion, i ka dërguar një kërkesë për informacion të 61 bashkive të vendit. Më herët, ne kemi bërë një monitorim diku rreth viteve 2020 të bashkive, sa nga këta kishin ngritur strukturën, ose ashtu siç njihet ndryshe zyrën për mbrojtjen e konsumatorit, dhe në atë kohë kemi pasur qasje të ndryshme. Sot, me vështirësitë që ka ligji për drejtën e informimit, në fakt i njeh të drejtën të gjithë qytetarëve dhe organizatave që bashkit i kthejnë përgjigje për 14 ditë, por këtë duhet ta them që një pjesë e mirë e bashkive jo vetëm nuk e respektuan detyrimin, po u detyruam që të përdornin mjete të tjera pa i dërguar ke komisioner në mënyrë që të na kthenin një përgjigje. Qasja dhe këndvështrimi i bashkive është i ndryshëm. Ka një përmirësim nga viti 2020 në vitin 2025 ku jemi. Aktualisht nga përgjigjet që ne kanë dhënë bashkit, pra sipas një kërkese për informacione dërguar në rrugë zyrtare nëpërmjet emaileve përkatëse të bashkive, një pjesë e mirë e bashkive pretendonin që ky nuk ishte email zyrtar, nuk i kishte shkuar emaili zyrtar ose në punësi kishte lëvizur, që në fakt kjo krijon probleme dhe për gjithë qytetarët në kuadrën e drejtës për informim. U vërej që ka një rritje të numrit të bashkive të cilat kanë ngritur një strukturë për mbrojtjen e konsumatorëve, pra 23 bashki kanë një zyrë për mbrojtjen e konsumatorëve në kontekstin që kanë një përgjegjës sektori dhe kanë një ose dy nënpunës. Pra 23 kanë strukturë si sektor? Si sektor, ose e kanë... Apo edhe një person brenda një strukture tjetër? Jo, atë këto duhet, këto në vim do të vazhdoj. Kemi parasysh nuk ka një strukturë specifike që quhet mbrojtja e konsumatorit, por përgjithsisht struktura i veterinarisë dhe i mbrojtjes së konsumatorit janë të vendosura pranë drejtorisë së tatim taksave, për shembull taksave vendore, janë vendosura një drejtori tjetër që ka lidhje me bujqësinë dhe zhvillimin rural, se në atë kohë pjesa më e madhe në punësve që punonin në bashki kjo ishte. 23 bashki kanë një nënpunës i cili ndërmjet shumë punëve të tjera kryen funksionin e mbrojtjes konsumatorit, sikurse mund të jetë një agronom, një veteriner, ose raste tipike, për shembull, nëse mund të përmendim për shembull rastin tipik të bashkisë Peqin, ku nënpunësi sipërkatës ka varësi direkte nga kryetari i bashkisë, dhe kemi ende 15 bashki, që është një numër shumë i madh, pa një zyrë për mbrojtjen e konsumatorëve, pasi ose pa një nënpunës i cili nuk kryen asnjë funksion që lidhet me mbrojtjen e konsumatorit. Që do të kemi një përmirësim, sepse në raportin e mëparshëm ne kemi pasur 30 këtë numër, sot është në 15, po prap lëvizshmëria për strukturat e ngritura është një numër që ka shkuar në funksion të këtyre të tjerave më lart, por që plotësisht të 61 bashkitë e vendit kanë një zyrë specifike për mbrojtjen e konsumatorëve. E kemi thënë gjithmonë që tipike mbetet Bashkia Tiranë, që ka një agjensi, një super agjensi për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila shpeshherë merr dhe kompetenca të qeverisjes qendrore, por gjithsesi shkon pranë konsumatorëve, dhe të vjen keq që ka bashki të mëdha, sikurse është, mund t'i përmendim? Do t'i thuash, nëse i marrën mend 15-ta? Jo, 15 nuk i mbajnë, i kam këtu, po nuk i mbajnë. Po duhet të ndalojnë vetëm të bashkitë të mëdha. Problematika, unë mendoj,
gjithë qytetarët njësoj dhe gëzojnë të drejtat e tyre. Por modelet janë që bashkitë e vogla, në fakt, janë ato që kanë pasur më herët një zyrë për mbrojtjen e konsumatorëve. Sikur se është tipikisht për shembull një rast suksesi, ne e konstatuam dhe bashkë në Vlorë, bashkia Sarandë për shembull, ose bashkia Gjirokastër, ku kemi qenë në Gjirokastër, bashkia Pogradec. Ndërkohë nëse flasim për bashkitë Peqini, po është me një strukturë si një individ. Ose Rogozhina, Kavaja e kanë ngritur bashkinë pas 2020-s. Ndërkohë që zyrën për mbrojtjen e konsumatorëve kërkojnë ndjesë. Ndërkohë që nëse flasim për bashki të mëdha, kemi Shkodrën, kemi Korçën, kemi Fierin, që nuk kanë një strukturë për mbrojtjen e konsumatorëve. Dhe kur i dërguam kërkesën për informacion, në fakt, nuk i pyetëm vetëm a keni një strukturë, po i pyetëm cila është struktura, a keni një organigram ose një rregullore, cilat janë kompetencat, a keni kryer fushata dhe a jeni gati për të raportuar në kuadër të procesit të integrimit, kështu që mund të rikthehemi kësaj pyetje ndoshta pasi të rikthehemi bisedës me Ermelindën, është për të ardhur keq që një përgjigje shumë e shkurtër këtyre bashkive, jo nuk kemi. Dhe janë bashki që vinë në ato 90 që ndoshta të parën e popullsisë. Po. Dhe territorin. Ermelinda, në kuadër projektit për cilin po flasim, janë zhvilluar nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri 2 trajnime në Tiranë, janë edhe 4 tryeza të parashikuara për vitin 2026. Pikërisht, në fakt trajnimet u përfundua me sukses, siç e kemi përmendur edhe në puntatet e tjera, por çfarë vlen të theksohet është edhe përfundimi i trajnimeve në 6 qytete të tjera të Shqipërisë nga ju, por tashmë jemi në fazën të zbatimit edhe të më pas të mbajtjes së tryezave. Në fakt tryezat do të mbahen në kuadër të platformës së partneritetit për integrimin evropian, është vetëm me strukturë kombëtare ku aktorët jeshtetëror mund të përfshihen dhe mund të diskutojnë në lidhje me procesin e integrimit evropian. Në fakt, ka ardhur si strukturë vetëm duke marrë shkas edhe nga miratimi i VKM-s 749 që prej 19 dhjetor 2018, ku qartësisht përcaktohen strukturat negociuese për procesin e integrimit evropian, ku përfshihet edhe grupi negociator apo grupe ndërinstitucionale të punës për kapituj të caktuar të EU Acquis, përmendim këtu që janë 33 gjithsej që tashmë janë të ndarë në grup kapituj sipas metodologjisë së re të zgjerimit që prej shkurtit 2020. Dhe tashmë në këtë strukturë negociuese është krijuar platforma e partneritetit për integrimin evropian me udhër të kryeministrit 113 që prej 30 gushtit 2019. Në fakt, platforma ka qëllimin e vetë, jo vetëm mbledhjen e aktorëve jo shtetëror dhe diskutimin për harmonizimin e legjislacionit shqiptar me atë evropian, por edhe diskutimin në lidhje me etapa të tjera, siç janë pozicionet negociuese ku Shqipëria ndërmerr për të hapur grup kapitujt. Në fakt deri tani qeveria ende nuk e ka publikuar asnjë pozicion negociues për grup kapitujt e hapur, edhe pse tashmë të gjithë grup kapitujt janë hapur me sukses, por ndërkohë nga ana tjetër kemi pozicione negociuese të publikuara nga Bashkimi Evropian, më saktë Komisioni Evropian. Ajo çfarë është e rëndësishme në platformën e partneritetit për integrimin evropian është se është një strukturë e përbërë nga 2 njësi, po i quaj, ose nivele. Kemi bordin drejtues, në të cilën drejtohet apo kryesohet nga ministri për punët e jashtme dhe për Europën, më pas kemi 33 tryezat e diskutimit dhe këshillimit. Pra, një tryezë është analoge për një kapitull të EU Acquis. Dhe në krye të saj normalisht është institucioni përgjegjës për atë kapitull. Pra, për kapitullin 28 mbrojtjen e konsumatorit është Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sipas ndryshimeve të fundit të bëra. Normalisht për kapitullin 12 për politikat e sigurisë ushqimore, trenerisë dhe mbrojtjes së bimëve do të jetë Ministria përkatëse e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e kështu me radhë. Që do thotë në këto tryeza mund të marrin pjesë aktorë shtetëror. Në fakt e mira e platformës dhe tryezave është që mund të marrin pjesë në grupe të ndryshme. Pra jo vetëm ekspert pavarur dhe aktor jo shtetëror, por mund të marrin pjesë dhe shoqata të biznesit, mund të marrin pjesë sektori i akademisë, vlejt të përmend këtu edhe pushtetin vendor. E përmendi edhe zonja Teliti që duhet të ketë një ndërgjegjësim akoma më të madh në për njësitë vendore dhe aq më tepër 70% e legjislacionit do të zbatohet në për këto njësi.
Kështu që pjesëmarrja e tyre duhet të rritet, marrshkas nga këtu për të thënë që në fakt nga tryezat që kemi organizuar më herët në kuadër të Konventit Kombëtar për Integrimin Evropian që Lëvizja Evropiane në Shqipëri zbaton, ka qenë numri më i ulët i këtij sektori, por në tryezat që planifikojmë të organizojmë më tej në kuadër të këtij projekti, pretendojmë që të jetë mizgjeruar tashmë edhe me kontaktet që edhe ju keni mbajtur edhe keni organizuar. Normalisht, gjatë tryezave do të marrin pjesë edhe organizata shoqërisë civile, të cilat janë bërë pjesë e rrjetit për mbrojtjen e konsumatorit që vetë projekti parashikon. Tashmë janë bërë pjesë diku tek 10 organizata. Gjithsej do të jenë 20 të tilla, kështu që mundohemi që të marrin pjesë akoma dhe më shumë. Ajo çfarë dua të theksoj është tematika që ne duhet të trajtojmë në për këto tryeza. Normalisht, merren të gjitha vlerësimet e raportit Komisionit Evropian, tashmë janë bërë të njohura, vazhdojnë të jenë po të njëjtat siç kanë qenë vazhdimisht në 2024-2023, duke vënë re që kapitulli 28 vazhdon të jetë një përgatitje shumë të hershme dhe me një progres të kufizuar, po ashtu edhe kapitulli 12 me një farë progresi edhe nuk ka patur progres fare për këtë vit. Kështu që të gjitha tematikat që janë vlerësuar nga Komisioni Evropian të mundohemi që ne të sjellim në këto tryeza dhe të gjitha aktorët të japin sugjerimet dhe rekomandimet e tyre, të cilat më pas normalisht do të përpilohen dhe do të shpërndahen institucioneve përkatëse për të parë nëse mund të adresohen apo jo. Normalisht një fazë tjetër do të jetë monitorimi i tyre, nëse vërtet instancat përkatëse i kanë adresuar apo jo, vazhdojmë të përmendim këtë terminologji. Kështu që, por e rëndësishme është të adresojmë edhe njëherë gjetjet e raportit. Ku mund të përmend për shembull për sigurinë ushqimore, vazhdimisht përmendet që duhet të ketë kontrolle zyrtare sipas standardeve europiane. Madje kemi edhe një mungesë të një strategjie kombëtare në lidhje me kontrollet zyrtare apo me laboratorët e sigurisë ushqimore që do të jenë mirëfilltese, që ju vazhdimisht e përmendni edhe në emisionet e tjera. Kështu që ideja është që përveç të tryezave të cilat ne normalisht duhet të ndërmarrim gjatë kësaj faze, kemi publikuar një udhëzues për mbrojtjen e konsumatorit për aktorët shtetëror. Aty mirëfilltesi përshkruhet se si mund të bëhen pjesë tek platforma e partneritetit për integrimin evropian, duke parë interesat e veta se cili kapitull ju intereson dhe duke aplikuar tek institucioni përkatës, duke dërguar letrën e interesit apo edhe jetëshkrimin. Ndoshta këtë pjesë mund ta shtjelloni më shumë në pjesën e dytë, pra të emisionit për mënyrat e aplikimit. Sigurisht jam pak skeptik nëse do ta lexojnë të gjithë raportin lidhje me mënyrën se si regjistrohesh, por sepse më duhet shkojnë në reklama për të kthyer pas pak në pjesën e dytë, publicitet. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për trajtimin e ankesave të konsumatorëve përmes linjës së gjelbër 0826 26, si dhe aktivitetet në kuadër të projekteve për konsumatorin të financuar nga Bashkimi Evropian. Zonja Teliti, do vazhdojmë me Klajdin pas një ndërhyrje tuaj, asaj çfarë po diskutojmë në publicitet për detyrimet për bashkitë që nuk ishin informacion për platformat. Po, këtë doja të thuaj që në fakt një ndër pyetjet që u drejtua të 61 bashkive të vendit ishin nëse kishin informacion në lidhje me raportimet që ato së shpejti do fillojnë të bëjnë në kuadër procesit të integrimit dhe a kanë caktuar ata një nënpunës në lidhje me këtë çështje, sepse ka gjithmonë me vite është pikërisht një strukturë koordinatori për integrimin Bashkimin Evropian, pranë bashkives, njësoj si që është koordinator për drejtën e informimit, dhe të 61 bashkitë e vendit, përgjigjja ka qenë që nuk kanë caktuar asnjë nënpunës dhe pjesa më e madhe e tyre, përqindjen eksaktësisht nuk e mbaj mend tani, por pjesa më e madhe e tyre nuk dinin që do duheshin që të bënin raportime në kuadër të këtij procesi. Dhe për sa i përket pjesës së platformës është shumë interesante, sepse sikurse edhe ju e dini, dhe rrjeti për mbrojtjen e konsumatorëve që ne kemi ngritur dhe që së bashku do ta kemi pjesë të përbashkët të dy projekteve, qëllimi është në fakt që përveç se ta forcojmë të rrjetet ta kemi si një strukturë, ndoshta të përfshihen dhe institucionet qeverisjes vendore, por të janë të arsojmë pikërisht ekspertët, organizatat apo ekspertët që do të jenë pjesë e këtij rrjeti, të jenë pjesë e tryezave dhe platformës së partneritetit të integrimit evropian në lidhje me jo vetëm për dhënë ekspertizën e tyre, por dhe mjafton interesi që subjektet të ndryshme apo organizatat të ndryshme do të kenë në fusha specifike të integrimit
gjithë mendoj që merr shumë vlerë sepse do t'i informoj, do t'i ndërgjegjësoj dhe më pas ata mund të shkojnë në vendet në tryeza, në territoret ku ata veprojnë për të çuar pikërisht zërin e integrimit për të kuptuar të drejtat dhe detyrimet. Kjo shprehet shprehmisht edhe tek vendimi, që do të thotë fillimisht është etapa e informimit pikë së pari për gjitha fazat e procesit, se si mund ata të ndikojnë në proces, më pas me dhënien e ekspertizës së tyre sipas fushave të interesit. Kështu që aplikimi bëhet fare mirë duke parë thirrjen që institucioni përkatës, pra drejtues për kapitullin përkatës ka hapur thirrjen, mjafton të dërgosh letrën e interesit dhe jetëshkrimin. Vlet të theksoj këtu që mund të aplikojnë si individ, por edhe si përfaqësues të një organizate apo të një sektori tjetër. Kështu që ideja që ndron që numër më i madh i aktorëve të përfshirë do sillen edhe kontribute ndoshta edhe më të mira. Do shkoj tek Klajdi sepse folim për ankesat në pjesën e parë, po paralelisht po mendoja si publiciteti i kompanive të sigurimeve që gjithë thonë hajde sigurote unë, por në fushatat e tyre nuk thonë që unë kam kapacitetin të dëmë shpërblej, sepse në fundit kjo është qëllimi i tyre, i kompanive të sigurimeve. Ti hajde të unë, se unë të dëmë shpërblej. Në këtë rast, edhe kjo puna e ankesave, pra janë 156 adresime, telefonata e tjera, 71 janë të trajtuara. Tani, interesi i qytetarëve, i konsumatorëve, edhe për ankesat e tyre, por ata në vijim është se çfarë sa ndihmon, pasi është statusi i këtyre ankesave. Atëre, në 71 raste që neve i kemi vlerësuar të dura për të trajtuar, përfshihen, po jap një statistikat, në këto 52 raste ne kemi të zgjidhura, edhe me të zgjidhura ne kuptojmë faktin që këto raste kanë ardhur në një moment, pra është krijuar problemi që ka. Ndërkohë mund ta bëni edhe si diskutim. Po, sigurisht, do të thotë se këto statistika tani janë vërtet që janë punuar nga Qendra Aler, por mund të interpretojnë ose edhe mund të nxisin opinione, debat. 52 janë të zgjidhura, edhe ne me të zgjidhura konsiderojmë që problematika që është faqur një individi është trajtuar, pra neve kemi marrë informacionin e plot nga individi, kemi marrë informacionin edhe nga operatori ekonomik, edhe si fillim ne synojmë që të kemi një zgjidhje alternative ose një zgjidhje një ndërmjetësim mes palëve. Po, ndërmjetësim, pra diçka që është më pranë një zgjidhjes, po, konsumatori për një zgjidhje një qasje më moderne, më jo formale, pra që tjetë sa më i ullët i shpejt zgjidhja dhe sa më i ullët impakti ndoshta negativ apo hatërmbetjet. Rëndësi ka që zgjidhen në favor të konsumatorëve. Po, absolutisht. Pra, konsumatori ka patur një defekt me produktin, ka patur mohimin e disa të drejtave, për shumë për dëshpërblim, apo për riparim, apo për kthimin e produktit. Pra, në këto lloj situatash, edhe këtu në fakt dua dhe të përmend që përveç operatorëve ekonomik që janë komfort ligjit, kemi trajtuar dhe përsëri operatorë ekonomik, po jo që janë të legjitimuar, pra informal. Këtu duhet ta sqarojmë çfarë janë. Po, pra operatorë që janë punojnë të zezë, ose operator kryesisht tregtia online. Platforma po, kryesisht janë online në rrjetet sociale, por janë individë të cilët vërtet kryejnë veprimtari ekonomike, por nuk janë, as nuk paguajnë taks, as nuk paguajnë detyrimet. Dhe nuk janë të regjistruar në QKB. Pra janë... Për pasoj, ti nuk zgjidh dot gjë me ta, si konsumator, po edhe Qendra Aler në vështirësi, apo kushdo ka vështirësi. Se kjo ngjerë pasaj në vullnetin e tyre, për tu përfshirë. Edhe rastet të tilla, më fal, nga operator shumë serioz, të mëdhej, që unë kam mbyllur kontratën me ta të telefonisë, të internetit, kam dorëzuar modemin dhe ata vazhdojnë të faturojnë, madje kishin çuar njerëz edhe në përmbarim. Pra njeriu kishte për të paguar edhe detyrimet edhe përmbarimin dhe okay. Po kjo është në fakt që konsumatori nëse mund të ndërhyj pak Klajdi. Po sepse do t'ju shërbejë gjithë për ndërgjegjësim. Kjo është një çështje shumë e ndjeshme dhe ka qenë pikërisht kur në ato raste kur detyrimet këta operatorë të mëdhenj, domethënë qoftë kompani publike,
por edhe kompani private që ofrojnë si shërbime publike, apo shërbime në interes të publikut të gjërë, ose shërbime universale, për detyrimet që kanë pasur, me qëllim për të pastruar në fakt bilancin e tyre dhe për të dalë, për ndryshuar dhe statusin e tyre, përfshirë këtu kanë qenë dhe banka, për ndryshuar statusin e tyre për shumë në bankën dhe Shqipërisë në raportimin final, i kanë shitur këto detyrime tek të tretët. Dhe çështja është që këta e konsumatorë, në fakt, sikur si ishte rasti që u përmendët, çfarë kanë bërë, këta nuk kanë pasur më informacion, sepse kjo është një kulturë e përgjithshme që kërkon kulturë juridike, po edhe një frym për të ruajtur të gjithë dokumentacionin përkatës, i kanë dalë disa detyrime të mëvonshme, dhe më pas këta firma kanë kërkuar që të përmbushin detyrimet, duke përdorur ndoshta edhe përmbarimin. Në të tilla raste, duhet pasur shumë kujdes që konsumatori të mos pas shkojnë dhe minjëherë se për shkak të presionit që shiko se po m'vjen përmbarimi tek dera, po përdor këtë shprehje, shkojnë dhe minjëherë paguajnë trëmben dhe paguajnë minjëherë detyrimin, pra konsumatori e paguajnë minjëherë. Atëherë në të tilla raste në fakt përpara se të paguash është i detyruar së pari kompania përkatëse dhe përmbaruesi të tregojnë të gjithë dokumentacionet përkatëse, dhe nga ana tjetër konsumatorit mos e paguajë asnjëherë, por të rekomandoja që paraprakisht të zgjidhet institucionet publike apo të organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve, që të informohen dhe të marrin të gjithë funksionin, të marrin të gjithë skemën se si është procedurë dhe çfarë detyrimi ka, sepse dhe ne si qendër kemi pasur më herët, dhe në fakt e kemi zgjidhur pastaj në favor të konsumatorëve dhe konsumatorët nuk ka paguar asgjë. Apo e përmenda si rast, po them monstruoz në thojza, ti ke mbyllur kontratën, ndërzuar modemin dhe vazhdon faturohesh pa e ditur. Kjo është e vërtetë. Shkon edhe në gjykatën për mbarim dhe vetëm kur vjen ai përmbarimi te dera pastaj. Ke dhe raste që të bllokohet me njëherë llogaria, se kjo është më teknike dhe më juridike, dhe ti nuk e kupton se nga të kartur, sepse nuk ke asnjë informacion se përmbarimi ka vepruar dhe banka e ka ekzekutuar me njëherë detyrimin e përmbarimit. Po, është në fakt ndoshta edhe për të ushtuar diçka, sepse e kam përmendur edhe më herët, pjesën e mirëbesimit. Pra në momentin që neve, por na janë edhe me të drejtë, pra në momentin që unë mbyll marrëdhënien time kontraktuale me këto operatorë, me këto subjekt, me thënë drejtë nuk është se pritet që mua pas 6 muajsh do më vi një email që shiko se ke këto lloj prapamvetje, detyrime financiare, edhe tani kemi vendosur dhe palën e tretë që është përmbaruesi që ti vjeli këto. Kështu që është pak situatë paradoksale, por vërtet që i qëndron ajo që dokumentacioni duhet që të jetë i mirëmbajtur edhe i plot. Ka 7 në proces, ose 10%, dhe 12 të pandryshuara, ose 17%. Çfarë do të thotë? Në proces kuptohet që janë duke u tentuar të zgjidhur. Për fat keq, neve kemi dhe raste ku problematikat nuk janë zgjidhur. Pra, edhe në fakt në këto kryesisht hynë operatorët që janë subjektet ekonomike që janë jo të licencuara, që janë fantazëm. Edhe kryesisht janë nga tregtia online, pra nga tregtia në distancë, në për rrjetet sociale, në për më pak në për webe, cilët vendosin që të marrin një produkt edhe janë probabiliteti që t'i vi produkti me defekto shumë i lartë edhe përpasoj pasaj një gjeten në situatë të vështira. Dhe pas zgjidhje nga operatori. A mund të japim një mesazh këtu, Granit, lutem, sepse kjo është një çështje shumë e ndjeshme. Besoj të gjithë ne që jemi këtu, edhe të tjerë që na ndjekin, blejnë të gjithë online, dhe më pas edhe ne si qendër kur na adresohen, për thënë vërtetën, në një farë mënyre ne na ka, po nuk duhet përdor termin panik, po shqetësohemi sepse e dim që probabiliteti për të zgjidhur ky rast, për shkak të mungesës të dhënave NIPT-it, për shkak të mungesës së faturës tatimore, apo për shkak sepse konsumatorët nuk ruajnë asnjë dokument, megjithëse i dokumenti vetëm që të vjen është ajo ngjitja nga posta, dhe pastaj ne hedhim së bashku me paketimin atë gjë, do t'ju lutesha të gjithë konsumatorëve që të jenë shumë të kujdesshëm, shumë të vëmendshëm, të shmangin këto lloj blerjesh, të përpiqen të kërkojnë faturën tatimore, dhe në rast se sërish duan të realizojnë blerjen, sepse i pëlqen shumë produkti, të paktën të ruajnë këtë pjesën e faturës apo atij dokumentacionit që i vjen nga posta, në mënyrë që kjo të bëhet gjurmimi. Nëpërmjet postës mund të gjurmohet. Nëse mund të gjurmohet nëpërmjet postës, po shitsi nga ana e inspektoratit, sepse kjo besoj ishte edhe pjesë e diskutimit të takimit të djeshëm që ne patëm. Në fakt një statistikë që është pak shqetësuese, edhe ka goxhapsi për interpretim, është fakti që në ato 156 raste, cilat janë adresuar pranë qendrës, me statistikë 85 raste ose 54%
individi nuk ka zgjedhur që ta vazhdoj trajtimin e rastit. Ndërsa 71 cilat edhe ne kemi trajtuar, pra kanë qenë komfort, kanë patur materiale edhe një shkelje të drejtë, por përveç këtyre ne kemi edhe dëshirën e individit për të ndjekur rastin dhe për të marrë të drejtën që i takon. Kjo është në fakt një statistikë që është, unë të thosha, shqetësuese. Pse mendon, nëse mund të bëj një pyetje, pse mendon që është kaq e lartë personat që të rriqen? Në fakt dhe nga komunikimet, një pjesë e personave, sepse kur po shikonim që trendi po vije dhe po rritej, edhe i pyesim, por edhe vetë në komunikim, prononcoheshin, që një arsye kryesore është fakti që nuk duan të qëndrojnë anonim. Pra ata nuk dëshirojnë që të dhënat e tyre, emri, mbiemri, adresa ku jetojnë, qyteti, t'i dali. Edhe sepse është e pashmangshme që në trajtimin e rastit, neve do kemi një përballje midis dy palëve. Edhe duhet që të ballafaqojmë provat e secilës palë edhe gjithashtu pretendimet. Në momentin që kjo gjë i bëhet atyre, i vendoset në dieni, atëherë kemi një farë tërheqje, dyzim ose do mendohen, thonë, edhe pastaj nuk kthehen për të dytë. Një pjesë e tyre janë edhe ata që nuk kanë dokumentacionin shoqëror, pikërisht atë që thatë ju. Pra, vetë ai nuk mund ta provojë shkeljen ose padrejtësinë që është bërë. Ka disa statistika tjera, për shembull, një rast ka qenë që e nisëm, pastaj po themi u la sepse e këshilluam, ka qenë një mashtrim me punësim jashtë Shqipërisë, që thoshte më kanë marrë kaq para një X agjenci punësimi, dhe aty ja kishin shtyr datën. Pra nuk do shkosh tani në fund të dhjetorit, për shembull, por do shkosh në fund të janarit. Dhe me qenë se ai kishte nevojë të shkonte, nuk kishte nevojë për të marrë mbrapsht ato 200 euro që kishte paguar, ne rekomanduam që komunikojmë me agjencinë, nëse ata nuk të çojnë edhe në fund të janarit, atëherë po e ndjekim. Nëse ty të çojnë sepse ti ke interes shkosh, jo të merresh me 200 euro që ti kthejnë mbrapsht, atë donte të shkonte, e ndjekim ne, pra ose të çojnë në fund të janarit, po themi fund të janarit po zëm shembull, ose ose do ta ndjekim nëse nuk çojnë, ose ti do vazhdosh pastaj të udhëtosh jashtë Shqipërisë për të punësuar. Dhe një rast është i tillë për shembull, që ajo është regjistruar si ankesë, por e lën nga ai sepse lën pezull sepse ka shkuar, siç duket, me një muaj vonesë ata e kanë çuar jashtë Shqipërisë. Praktikisht kjo në fakt përbën një lloj shkelje të drejtës, sepse kur ke një kontratë, nuk kupton që detyrimet e dyja palëve duhet të përmbushen. Dhe shtyrja e fatit në vetvete është, nëse nuk është parashikuar në kontratë, dhe përveç kohës ati si qytetar e paguan në kohë, do me thënë kjo ka një lloj mungese barazie në të drejta ndërmjet palëve, pavarësisht nevojës, dhe që ajo në fakt, ajo që bën specifike konsumatorin, dhe pse arsye pse ne po flasim ka gjatë për konsumatorin, dhe për ta mbrojtur, është fakti që konsumatorin, siç doli që nga fillimi i diskutimit, është pala më e dobët, nuk ka pushtetin ekonomik, nuk ka informacion, kërkon që produktin, mallin, shërbimin apo në këtë rast kontratën ta bëj për plotësimin e nevojave vetjake, gjë që raporti në treg në fakt, përsa i përket fuqisë së pushtetit dhe gjithë fuqive të tjera shkon në favor të tregtarit, dhe konsumatorin mbetet i pambrojtur. Kështu që është me vlerë gëshillimi që keni bërë për shkak të nevojës. Jo, ai kishte nevojë tikte sepse kishte një frikë që ora mos thonë urdhëron mbrapsht ato 200 euro dhe nuk duan fare nëse do ta ankohesh. Tregtari ka për qëllim maksimizim në fitime, nuk do ta bënte, por gjithsesi një lloj. Mirë, po ai kishte një frikë dhe jo, ky mund të jetë një rast shumë i mirë në fakt për të ndjekur edhe nga instanca më të larta që nga një rast individual të shkojmë drejt bërjes së rasteve për mbrojtjen e interesave kolektive, për të shkuar më tepër të pasur nëse ka praktika të tilla, ajo që do të rekomandoja ne mund ta lëm pezull, ju mund ta lini pezull, por nëse ka praktika të tilla të ngjashme, kjo mund të shkojë shumë mirë në strukturat përkatëse, në Komisionin e Mbrojtjes Konsumatorëve, sepse mund të jetë një praktikë pa drejt tregtari që ata e bëjnë në mënyrë të përsëritur. Ka pasur historikisht ankesa, jo tek ne, por përgjithsisht shohim ankesa. Varet edhe nga natyra, se në momentin që se kjo mund të kufizohet edhe si një mashtrim, pra është dhe një vepër penale me të cilën personi ka rënë viktim. Kështu që edhe në varësi të natyrës edhe neve pastaj pozicionohemi në qëndrimin tonë për të ndjekur.
Po, ka një ndërhyrje Ermelina. Një nga arsyet se kësaj përqindje ka të lartë edhe mosbesimin ndaj institucioneve publike dhe zgjidhjes së tyre, sepse duke referuar edhe përgjigjeve që janë marrë ndaj anketës që ju keni publikuar edhe gjatë aktivitetit realizuar disa ditë më herët, përqindjet ishin shumë të vogla për sa i përket besimit. Kështu që ndoshta në një fazë më vonshme, pasi të jenë trajtuar të gjitha ankesat edhe projekti të jetë finalizuar ashtu siç duhet parë saktësisht domethënë bisedimi drejt për drejt me konsumatorë për të parë cilat kanë qenë arsyet përkatës. Ndoshta një anketë tjetër pasuese. Në fakt edhe te fusha se më thënë një sektor ose një arsye do e quaja pjesën e ruajtjes së anonimitetit. E dyta është dhe pjesa e institucioneve. Por këtë do ndaja në dy. Një është pjesa e besimit. Pra, neve dhe janë shprehur individët cilët kanë thënë që po unë nuk e marr fare mundimin se e di që nuk se do më ndryshoj ose nuk do më dëgjoj. Kjo pastaj hyn te pjesa e perceptimeve dhe neve si qendër nuk e kemi të agrim për të ndryshuar perceptimet e individëve, por na janë informim dhe ndërgjegjësim mund të bëjmë. Po të imponojmë një lloj, themi që ka shembuj pozitiv në të tilla raste sepse ju keni shembuj pozitiv dhe ne kemi shembuj pozitiv. Shembuj pozitiv për jesh vërtetë ka jo thjesht nga ana jone, edhe nga ju. Promovohen. Kur konsumator, edhe patjetër nga institucionet, sepse kur komunikohet në mënyrën e duhur, të argumentuar ligjërisht me subjektin, apo edhe ente publike që shkelin drejtat e konsumatorit, kur komunikohet në mënyrë zyrtare dhe në mënyrë korrekte duke i cituar bazën ligjore etj., ka një reflektim dhe një zgjidhje të tërë. Dhe kur ne nuk zgjidhe nga ana jonë, ne adresojmë pra institucione publike që kanë përgjegjësi ligjore në mbrojtjen e konsumatorit dhe përgjithsisht janë të zgjidhura. Sigurisht ka dhe nga ato kryesisht çështja e produkteve e tregtisë online, tregtia informale mbetet shqetësim për ne dhe për institucionet publike, të cilat nuk gjurmohen për shumë arsye që i diskutuam, siç ka dhe raste të cilat janë të statistikat e atyre po themi të tërhequra që nuk janë vazhduar. Shumë ka pas raste kur kemi publikuar nga dikush në Vlorë një shkelje, po themi se nuk dua të zgjatem, po kam qejf të sqaroj, një publikim të një produkti, po themi qumur fshatë në një market që nuk lejohet. Kur ne na usoll si raste tjera, filluan njerëzit subjektet shohin kamerat e sigurisë tyre kush ka bërë foto dhe identifikojnë ersidin apo granitin. Dhe filluan me komente poshtë që e dime, filluan duke sharë këtë ande kush e ka bërë. Kur na erdhi një rast tjetër nga Firi, i ngjashëm, ne nuk ja dërguam dot autoritetit kombëtar të ushqimit, sepse na kërkonte adresën e subjektit dhe vendin konkret. Dhe nëse do ta bënim, ai subjekti do shite prap kamerat e sigurisë kush ja ka bërë foton, pra për të ruajtur edhe për të mbrojtur atë që e ka sjell. Pra ne ngrem si shqetësim, por nganjëherë duhet pasur kjo balanca e sigurisë së njerëzve sepse do me thënë, unë jo më larg se sa para disa ditësh, po shkoj në një supermarket për të blerë detergjent, që është tipike, dhe i kam bërë foto detergjentëve, sepse detergjentët ishin në nivele shumë më poshtë se sa realisht duhet ishte mbushja. Do me thënë, edhe nëse unë ankojmë, pas kam riskun që ata të më identifikojnë. Absolutisht po. Kisha unë nga Lezhë para pak ditësh për një kompani, dhe ata e kishin identifikuar njeriun që ma ka sjellë. Okej, kjo është pastaj që duhet nuk duhet kjo gjë në fakt do t'i trëmbi konsumatorët, por ideja është institucionet duhet të veprojnë me konsumatorët edhe duhet mos kenë frikë për drejtat e tyre. Kur dikush i cenon, se në fundit nuk po ja fal askush, po i blejnë me parat e tyre, duhet të njohin dhe të... Unë në fakt mund të thosha edhe këtë pjesë që e vërtet që është rreziku për të identifikuar, por ky dyqan ose kjo operator ekonomik që mban këtë qasje kaq agresive, do thotë që ai e di që është në shkelje, edhe di që në momentin që do ankohet, atëherë ai mund të ketë një masë administrative ose mund të ketë një penalizim. Të legitimitetin falni operatorëve ekonomik, sepse edhe koha nuk na... Kjo është një statistik tjetër, me thënë drejtën, që është pak, si them, shqetësuese, edhe mund të tregon një realitet, me thënë drejtën. Këtu në fakt janë trajtuar vetëm 71 janë marrë në konsiderat 71 rastet, por nëse do ishte 156, atëherë kjo statistik do kishte një diferencë tjetër. Neve këtu flasim për, ose është trajtuar
operatori ekonomik edhe legitimiteti i tij, pra konformiteti në bazën ligjore për të ushtuar veprimtari. Pra, kemi një dyqan të licencuar apo jo, kemi një tregtar të licencuar apo jo, kemi një korrier të licencuar apo jo. Person fizik. Po, pra, për të qenë sa më konkrete dhe i kuptueshëm për publikun. Pra, në të gjitha këto lloj shërbimesh që ofrohen këtu në Shqipëri, ne në rastet tona 75%, pra këta operatorë janë konfort detyrimeve ligjore, që paguajnë ato detyrimet, janë të regjistruar, janë të identifikueshëm e të tjera. Por ama 25% e subjekteve të cilët neve kemi qenë në komunikime dhe kemi trajtuar rastet, nuk janë. Pra 1/4 e operatorëve ekonomik në tregun tonë nuk veprojnë sipas rregullave ligjore. Fiskal. E fundit, në lidhje me adresimin që kemi bërë pranë institucioneve publike, pra ato që nuk zgjidhen dot, ato pra dhe i adresojnë pranë institucioneve publike. Vlen për të theksuar në fakt edhe bashkëpunimi edhe adresimi në institucionet shtetërore. Pasi edhe ajo që nisa të thoshja më parë, një arsye ishte besimi, po e dyta është dhe fakti që individët nuk i njohin të tëra institucionet që kanë kompetencë për të zgjidhur një problematik të caktuar. Në fakt, kjo nuk do të ndikojë se ata e adresojnë pranë nesh. Po kjo, në kuadër të ndërgjegjësimit, po gjithmonë në kuadër të ndërgjegjësimit. Por neve normalisht për shkak edhe të natyrës së punës edhe përgjegjësive, kemi një qasje më progresive dhe një qasje më bashkëpunuese ndaj institucioneve, edhe ne në fakt në këtë kuadër vjetor, në këtë periudhë një vjeçare, kemi patur bashkëpunime dhe adresime të rasteve në varësisht 10 institucione, duke përmendur disa si për shembull Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, e të tjera. Aviacioni, Agjencia e Aviacionit, Autoriteti i Aviacionit Civil, sepse janë duke dhe u shfaq në ekran. Por e thash jo pa qëllim, sepse për këto për fluturimet ka shumë ankesa dhe që të paktën ta dinë njerëzit që ka edhe një institucion të tillë që ndërhyn, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes Tregut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit e të tjera. Vlen për të theksuar që në afërsisht 20 raste ne i kemi punuar, i kemi trajtuar së bashku me këto institucione. Pra, me thënë drejtën, gatishmëria nga ana institucioneve dhe qasja e tyre për të sjellë një zgjidhje ka qenë më së prezente. Kështu që për të qenë korrekt edhe të transparent si gjithmonë, angazhimi i institucioneve Karshi Qendrës së Alert ka qenë shumë bashkëpunuese dhe gjithmonë për të mbrojtur të drejtën e konsumatorit. Nëse do jepet një çmim në fund vit, kush është institucioni më efektiv? Me thënë të drejtën, unë do thoya Inspektorati Shtetëror, më falni, Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit. Ka dhe numrin më të madh përveç AKU-s të ankesave, po AKU është institucion në vete, kurse KMK trajton një numër më gjerë llojeve të ankesave. Ermelinda, megjithëse më ka kërkuar regjia ta mbyll, i ha minuta pjesës së tretë, sepse nuk mund ta lë pa ju dhe Ersidën shkurtimisht diçka. Tematika që na interesojnë në për kapitulli 28-12 dhe si aplikohet për tek platformat e partneritetit platforma. E përmenda dhe më herët që normalisht i qëndrojnë besnik raportit të Komisionit Evropian të dalë në nëntor 2025, dhe gjitha problematikat që përmendën aty duke filluar, në fakt e përmendi dhe Ersida që tashmë do të kemi legjislacionin e ri për mbrojtjen e konsumatorit dhe konsultimi publik ishte që prej korriku 2025, kështu që mendohet që pas merretimit do të kemi një adresim akoma më të mirë edhe problematika ndoshta edhe do ulen, por që normalisht i qëndrojmë kapitull 12 me kontrollet zyrtare, eficiencën e laboratorëve të kontrollit. Ndërkohë, përsa i përket mbrojtjes së konsumatorit, do të mundohemi që të prekim edhe ndonjë shqetësim që ju ngritët edhe nga gjetjet e ankesave të konsumatorëve të drejt për drejt pran jush. Ideja është që deri me tani, do me thënë, trujezat kanë qenë funksionale për
kapituj të saktuar, por që normalisht parashikohet që një tryezë organizohet çdo muaj, përpiqemi që këto 4 tryeza të jenë disi më të shpeshta për kapituj që në intereson 28-ën edhe 12-ën. Meqenëse më ngeli nga më herët pa e përmendur, bordi drejtues i PPS duhet të jetë funksional pasi të ngrihen të gjitha tryezat, pra të 33. Tashmë nga monitorimet e shpeshta që edhe EMA ka ndërmarr, kemi vërejtur që tashmë ka ardhur faza që janë ngritur të gjitha, në fakt ka qenë vetëm kapitulli 33 për dispozitat financiare dhe buxhetore i drejtuar nga Ministria e Financave, i vetmi që nuk e kishte ngritur, por nga ato çfarë kemi parë në maj 2025 ka nxjerrë një thirrje publike dhe është përndarë dhe antarësia. Që do thotë tashmë është momenti që të kemi dhe bordin drejtues ku 10 antarët të këtij bordi do jenë pikërisht antarë të përzgjedhur nga 5 grupet që përmenda më herët që kanë të drejtën për të bërë pjesë e tryezave. Synojmë pjesëmarrje sa më të gjerë të gjitha grupeve, normalisht pikë së pari të organizatave të cilat janë pjesë edhe të rjetit, për të adresuar më pas të gjitha rekomandimet, policy recommendations që do vinë edhe të shikojmë nëse ato do adresohen apo jo në fund. Zëra Teliti, 12 muaj safe cons. Një përmbledhje të shkurtër, sa më shkurt jetë e mundur, aq sa ti mund të përfshirë gjitha. Po, shoqëria civile në veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, është një projekt i mbështetur nga Bashkimi Evropian. 12 muaj, ajo që kemi bërë deri tani ishte një seri prej 10 podcastesh shumë interesante që gjenden në faqen në YouTube të Qendrës Konsumatorit Shqiptar, duke përfshirë siguri i produktesh ushqimore, jo ushqimore, kontrata konsumatore, por dhe nën këndvështrimin e tregtarit, për ta sjellë që dhe tregtari në fakt duhet të ketë një qasje pozitive ndaj konsumatorit. Kemi fuqizuar organizatat shoqërisë civile, qofshin ato që lidhen me ndihmën juridike falas, organizata rinore për ato dhe ato që merren artizanet, duke bërë disa trajnime jashtë Tiranës, shumë interesant fokusi të dyja organizatave për të shkuar jashtë Tiranës. Kemi bërë një monitorim, sikur se përmenda, të 61 bashkive të vendit. Jemi në fazën që kemi vlerësuar rrjetin dhe po e ringrim dhe do ta fuqizojmë akoma dhe më shumë me synimin për të bërë dhe gjithashtu antarët e rrjetit pjesë së platformës së partneritetit integrimit evropian. Tjetër risi është që kemi bërë një vlerësim të nevojave të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe patëm një trajnim prej 3 ditësh me inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit. Më duhet ta theksoj që ka persona dhe inspektor goxha të përgatitur dhe cilët thjesht duan dhe një mbështetje më të madhe dhe sigurisht do vazhdojmë patjetër me funksionin kryesor trajtimin e ankesave dhe bashkëpunimin ndërmjet dy organizatave. Unë ju falenderoj që ishit në Alert. Ju uroj një vit të ri të mbar, shëndet dhe para. Po që këto gjitha tjera të vinë. Kjo është fundi i pjesës së dytë. Në pjesën e tretë të Alert do të ndjekim një speciale të zgjatur, në fakt dhe të detajuar të aktivitetit të para pak ditëve të qendrës Alert në lidhje me prezantimin e gjetjeve ankesave të konsumatorëve gjatë këtij viti, pra 2025-s. Ato pak a shumë çfarë u diskutuan edhe këtu, si dhe gjetjet e një pyetësor, një aktivitet me pjesëmarrje të organizatave shoqërisë civile, 2 zëvendës ministrave, atit ekonomisë dhe të bujqësisë dhe zhvillimit rural, përfaqësuesve të delegacionit Bashkimit Evropian dhe organizatave të shoqërisë civile. Do shkojmë një hapësirë publicitare dhe ndiqeni pjesën e tretë. Ky është fundi i Alert, pra me pjesën e tretë është fundi i Alert për këtë prente, do të shihemi bashkë në janar. Një urim për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, një vit të mbar dhe të begat. Në një kohë kur zhvillimet e shpejta në treg kërkojnë mbrojtje gjithnjë më të fortë për konsumatorët, situata në Shqipëri mbetet shqetësuese. Madje me hapjen e të gjithë kapitujve, kjo fushë përballet ende me sfida serioze. Për këtë qëllim, Linja e Gjelbër zhvilloi një takim në ambientet e Europe House në Tiranë, në vijim të projektit Linja e Gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri nëpërmjet fuqizimit të OSHC-ve lokale, të financuar nga Bashkimi Evropian. Qendra Alert në partneritet me Lëvizjen Europiane në Shqipëri kanë ngritur linjën e gjelbër kombëtare të pranimit dhe trajtimit të ankesave të konsumatorëve. Nga data 12 shkurt, janë regjistruar 150 ankesa dhe janë trajtuar 71 raste. Themelimi, prezantimi i linjës që ka qenë 12 shkurti, deri sot janë diku te 150 telefonata dhe ankesat të trajtuara janë diku te 71 në mos gaboj.
numri fiks të gjitha natyrave. Ka për siguri ushqimore, ka për produkte ushqimore, ka për tregti online, ka për mashtrime kibernetike, apo diçka të ngjashme që lidhen me paketa turistike, por që ja kemi referuar policisë shtetit. Ka nga ato që kanë qenë si informacion më shumë, ka nga ato që nuk qëndrojnë ose nuk janë provuar më pas siç ka pretenduar ankuesi denoncuesi, sepse gjithmonë një ankesë duhet të faktohet. Në tryez u paraqit raporti me qëndrimet e qytetarëve, ku duket qartë mosbesimi për sektor të ndryshëm. Po jo, nuk është vetëm çështje besimi, besoj. Sa e besonin në aftësitë e institucionit për zbatimin e detyrave për mbrojtjen e konsumatorit, as pak 30.8%, disi 53.1%, mjaftueshëm 12.8% dhe shumë janë 3.3%. Granit Sokolaj, drejtor ekzekutiv i qendrës Alert dhe linjës telefonike falas 0800 26 26, thot se projekti është prezantuar deri më tani në 6 qytete të vendit, përmes trajnimeve dhe aktiviteteve informuese. Është vetmja linjë e para, ndoshta dhe e vetmja në Shqipëri që është dedikuar për ankesat e konsumatorit të gjitha natyrave. Për ata që nuk e dinë, ne nuk i delegojmë pranë institucioneve fillimisht, ne i negociojmë apo ndërmjetësojmë me entin privat ose publik për ta zgjidhur ankesën në favor të konsumatorit, dhe kur nuk i zgjidhim ne, ja delegojmë pastaj institucioneve rast pas rasti. Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit, Ministritë të Ekonomisë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, për erën në mos gaboj nuk kemi pasur, aviacioni civil, policisë shtetit. Pra, ato që nuk i zgjidhim ne, i delegojnë institucionet, pas komisioni mblidhet, akuja bën atë pjesën e vet sipas rasteve dhe jemi sot, po themi besoj, në përrjete masivisht e njohur të paktën, vetëm se ka i problem, shqiptarë shkruajnë komente të përgjithshme dhe nuk dërgojnë ankesa për çfarë diçka konkrete. Kemi pasur në kuadër fuqizimit të organizatave të shoqërisë civile lokale, kemi pasur aktivitete në 6 qytete të ndryshme, qendër qarku, me një numër relativisht mirë, qoftë organizatash, qoftë pjesëmarrës të tjerë që nuk janë organizata, po janë student, janë punojës të zyrave të mbrojtjes konsumatorit në njësitë e qeverisë vendore, të rinj të ndryshëm ose njerëz që janë në profesione të ndryshme, por që kanë pasur dëshirë të bashkohen. Gledis Gjipali, drejtor ekzekutiv i Lëvizjes Europiane në Shqipëri, organizata partnere në projekt, theksin e vuri tek standardet e kërkuara nga BE. Shpejtësia procesit nuk duhet na bëjë që të ulim cilësinë e tij, dhe kjo do të bëhet akoma dhe më e vështirë në një periudhë shumë të ngushtë, shumë të shpejtë, nga momenti që ligjet dalin për konsultim publik dhe më pas në kuvend periudha do të jetë shumë e shkurtër, tashmë dhe me ndryshimet në ligjin për rolin e kuvendit në procesin e integrimit, në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Është futur procedura e përshpejtuar për kalimin e ligjeve cilat janë pjesë e procesit integrimit, gjë që e bën dhe më të vështirë procesin e konsultimit, procesin e ndryshimeve aty ku duhen, pa prekur pjesën e parafrimit me legjislacionin evropian. Prandaj, shumë i rëndësishëm informimi dhe tryeza të tilla si kjo sot, apo dhe ato që janë ndërmarrë në rrethe, pra se nuk është vetëm Tirana, pavarësisht rëndësisë të madhe që ka, për të informuar grupet e interesit për të qenë të afta, për të ndjekur këto zhvillime në kuadrin legjislativ dhe institucional, dhe për të ndërhyrë me komente, me sugjerime, me shqetësime për fushat që i cakton, në mënyrë që procesi të jetë i suksesshëm, pra të kemi sa më pak grupe interesi që preken në periudhë më fat shkurtër nga pasojat negative të procesit të integrimit. Elisa Teneqegji, menaxhere projekti për sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe peshkimin pranë delegacionit të BE, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit. Por si një element shumë i rëndësishëm i qeverisjes së mirë dhe gjithashtu ndërtimit të besimit midis institucioneve dhe qytetarëve. Në procesin e antarësimit, Shqipëria ka marrë hapa të rëndësishëm, për sa i përket parafrimit të legjislacionit, kuadrit ligjor, dhe gjithashtu edhe zbatimit të legjislacionit, dhe sigurisht ka akoma për të bërë, ashtu siç evidentohet edhe në
raportin e progresit për vitin 2025, mbrojtja e konsumatorit kërkon progres të mëtejshëm, por me një fokus specifik tek zbatimi efektiv i legjislacionit, forcimi i kapaciteteve institucionale dhe po ashtu përmirësimi i mekanizmave të mbikëqyrjes së tregut, po ashtu dhe reagimit ndaj kërkesave të konsumatorit. Dhe në këtë kontekst, takimi i sotëm e shoh një vlerë të shtuar, ku presim të dëgjojmë rezultate konkrete të mbledhura apo të identifikuara nga zbatimi i projektit tuaj deri tani. Dhe besoj që rezultatet që ne do të dëgjojmë do të nxisin një lloj reflektimi për institucionet, për përfaqësuesit e institucioneve që janë këtu, po jo vetëm kaq, por edhe për shoqërinë civile, që është një nga hallkat më të rëndësishme të këtij procesi. Dhe për të kthyer tek fillimi i projektit, në fakt, kemi disa organizata që po zbatojnë ose janë mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian pikërisht për të fokusuar në të drejtat dhe mbrojtjen e konsumatorit dhe jam e kënaqur që janë prezent në këtë sallë dhe mund të kontribuojnë gjithashtu me eksperiencën e tyre dhe me aktivitetet që kanë ndjekur. Në fakt, Bashkimi Evropian do vazhdoj të mbetet i angazhuar në lidhje me mbështetjen ndaj Shqipërisë për sa i përket përafrimit me aki komuniter, përmirësimit të kuadrit ligjor dhe mbështetjes së kapaciteteve institucionale përmes mekanizmave që ne ofrojmë, instrumentit të para antarësimit apo mbështetjes përmes TAIEX apo instrumentat të tjerë që janë në dispozicion. Por dua të theksoj se kjo është një përpjekje e përbashkët, duhet jetë në fakt një përpjekje e përbashkët dhe një platformë shumë organike komunikimi midis institucioneve, shoqërisë civile, media, akademisë, sektorit privat gjithashtu dhe deri tek konsumatori i thjeshtë. Mbrojtja e konsumatorit është një investim në fakt në besim, në shëndet publik dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Dhe përveç kësaj sigurisht dhe një hap i rëndësishëm në rrugën drejt Bashkimit Evropian, jo thjesht për të përmbushur kriteret që janë të vendosura, por për të ndërtuar një shtet që funksionon në shërbim të qytetarëve të tij. Për zëvendës ministrin Musa Belliu, thelbësor është bashkëpunimi mes institucioneve dhe aktorëve. Qendra si ju apo të tjera që operojnë në këtë sektor, domethënë, të ndërmjetësojnë sa më shumë të jetë e mundur në mënyrë që çështjet të cilat sigurisht bazohen në ligje dhe në legjislacion dhe në standarde, nuk është se të mos i shkojnë domosdoshmërisht gjykatës, e cila jo vetëm ngarkohet sistemi gjyqësor, po vonohet edhe zgjidhja e këtyre çështjeve. Një detyrim kontraktual apo një tërheqje nga një porosi apo nga një kontratë dhe me radhë, janë të gjitha çështje që fare lehtësisht mund të zgjidhen nëse me ndërmjetësim, pa vënë fare në lëvizje institucione. E treta që dua të theksoj është që kapacitetet shtetërore, sa i përket mbrojtjes konsumatorit, do të fuqizohen shumë në kuadër të integrimit evropian. Pra, përveç, ne do të lëvizim nga ky komisioni i mbrojtjes konsumatorit që është ad hoc dhe trajton ankesat brenda ministrisë, do të kemi një strukturë të posaçme e cila do të merret vetëm me mbrojtjen e konsumatorit, me ndërgjegjësimin e konsumatorëve, me fuqizimin e shoqërisë civile, e cila është gjithashtu një nga, le të themi, kemi dhe piket përmbyllëse kapitullin 28 që shteti në këtë rast duhet të ndihmojë shoqërinë civile për të rritur kapacitetet në drejtsimin e çështjeve të mbrojtjes konsumatorit. Kështu që kjo na duhet gjithëve patjetër. Sepse siç e thash, domethënë është një përpjekje kolektive, nuk është një përpjekje individuale e një institucioni apo një qendre apo një zyre specifike, sepse është një mal me të drejta që konsumatorët kanë në legjislacion dhe që do të kenë akoma më shumë nesër, por të cilët duke mos qenë ndërgjegjshëm, nuk i gëzojnë dot dhe nuk dinë edhe të ngrenë zërin apo të marrin atë që ju takon në fund të ditës. Kështu që unë vlerësoj tryezat të kësaj natyre, sepse është vërtet shumë e rëndësishme që këtë çështje diskutohet dhe fjalat përhapet sa më shumë të jetë e mundur, në mënyrë që vetë konsumatori të ndërgjegjësohet për drejtat që ka, edhe për ato
çka i takon atij bazuar në legjislacion, çka pastaj në vetvete e bën më të lehtë punën edhe për institucionet. Por duke u ndërgjegjësuar, duke rritur kapacitetet, bëhet e mundur që çështjet të zgjidhen shpejt, pa kosto apo barë financiare për shtetin dhe për organet e tjera, dhe duke ruajtur pastaj edhe atë parimin e konkurrencës dhe të bërit biznes në mënyrë, le të themi, të ligjshme edhe për vetë biznesin, sepse për ndryshe pastaj shkojmë tek forcimi i dorës me anë të ligjit dhe gjobat pastaj marramëndse që do të vijen edhe këto në kuadër të linjëzimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ndërsa zëvendës ministri i Bujqësisë Fatmir Guri u ndal tek forcimi i mekanizmave të kontrollit. Siguria ushqimore në tërësinë e saj mbetet një element themelor i shqetësimit konsumatorit, sepse i pari me cilin nis jeta është ushqimi, i fundit me cilin përfundon jeta është përsëri ushqimi. Dhe në këtë kuadër neve kemi njërin prej kapitulleve më sfidues në procesin e antarësimit, që është kapitulli 12, që ka pikërisht emrin siguria ushqimore, i cili synon ose që vendos të gjithë zinxhirin e sistemit të prodhimit nga ferma deri tek tavolina në një sfidë të parafrimit në një periudhë relativisht të shkurtër me kushtet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, jo vetëm sepse në mënyrë të qëndësishme do të ndërtoj një kuadër institucional i cili do të siguroj një siguri ushqimore të vazhdueshme në të gjithë hapat, por ajo që është më e rëndësishme gjithashtu është edhe fakti që do të krijoj një perceptim pranë konsumatorit që siguria ushqimore tani zbaton rregulla të certifikuara nga një entitet, siç është Bashkimi Evropian, që është entitet lider botror për sa i përket sigurisë ushqimore. Dhe në këtë kuadër unë besoj që i gjithë ky procesi do të shërbejë jo vetëm për të përmirësuar realisht të gjithë hallkat dhe të gjithë punën që bëjnë operatorët, të cilët unë jam absolutisht i bindur, operatorët e ushqimit, jam absolutisht i bindur, pjesën më të madhe të tyre është një punë genuine për t'i bërë gjërat më mirë çdo ditë, por është edhe në një farë mënyre një njohje ose një paraqitje më e drejtë e kësaj pune pranë konsumatorit final. Dhe në këtë kuadër, absolutisht neve të gjithëve na mbetet akoma më shumë për të bërë. Gjatë aktivitetit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile, grupeve të interesit dhe ekspertëve nga fusha të ndryshme, u theksua roli i Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit, si edhe kontributi i institucioneve përgjegjëse për sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe peshkimin. Konsumatorët kanë mungesë informacioni mbi drejtat e tyre, është 85 e kanë plotësuar. Pra, informimi i konsumatorit nuk bëhet vetëm me shere, por mund të bësh ngre struktura në të cilat mund të punosh lirshëm për të pasur çdo ditë komunikim rrisku, e para edukim dhe e dyta komunikim rrisku.